shtetësinë të shqiptarëve të bashkëdhënëtarëve tonë në Mërgat, të cilët kanë qenë një kohë të detyruar me hektë dorë për shtetësisë për shkak të kufizimit për shumë Gjermani. Tash kanë kthyer ata kuin. E vërtetë. Në pikën në pikën e ai bie kjo që edhe në ka pasur vështirësi të ngjashme, sepse ka pasur në shtësinë e Serbisë. Po as mund ta marrë shtësinë në shtësinë e Kosovës. Donse e ruan atë të Serbisë. Ja, çfarë thon? Jo, serbt e kanë dy shtetësinë të garantuar me kushtetut më ati. S'ka lidhje kjo me sa. Absolutisht. Jo, është po beso, unë ai ku shkuan dhe me shkuë se çarmatos janë ndodhur kështu. Po ta them. Po thot nëse ata kanë bënë ligj të keq, ju pse do të më përsërit. Unë nuk ka probleme që kanë bënë ligjin e keq. Problemi është që s'mundesh me ndryshu kushtetutën me ligj o vëlla. A be kupton? A be kupton nuk mundesh me ndryshue kushtetutën me ligj. Dhe aty që kemi bënë pozitive në këtë pikë bile, që se një kërkosh edhe se evidentojnë. Se përveç paragrafit të nenit që kanë pas... S'mund me të shu kushtetutën njështë, zote ushtrimi. Në asnjë version. Qa? Për çështje të cilat i bëjë po thon mas pori se pa ndryshuar. Po veç para absurditeti, na kena mujt që unë them nisë. Të kthehemi tek institucionet. Kthehemi te tema jote. Na kena mujt me fshihat në krejt për ligjit, se rre shkon efekti. Apo të njëjtë ata e kanë pasur me kushtetutë. Jo, sepse parimi i proceseve të paqes në Jugosllavi, po propagandë e plo. Edhe ata kanë ligjin e keq, ose është problemi i ligjit e keq. Problemi është që kanë punë në kushtetutë. Po e kanë punë në kushtetutë. Edhe do të më kërku falje.